ai tjetër që kanë me ik nga prindit ton. E duhet me inkuadru veten në këto pamje. Që Allahu xhallahu ala na i përmend që të bëhemi na pjesëmarrës në këtë ngjarje. Nga se Allahu xhallahu ala për neve po flet. Të gjithë na kemi thon këto fjalë, të gjithë na kemi me ik. Për këtë arsye, dietarët e jashtëm të selefëve të nderuar, në vazhdimsi e kanë konsideruar veten pjesë të kësaj ngjarje. Pjesë të këtyre ndodhive, pjesë të këtyre pamjeve. Andaj, sikur se thot Ibrahim el-Adham rahimahullah, thot ula një ditë dhe e paramendova veten time në xhenet, duke u shëtit atje, duke hëngur nga pemët e frytit e saj. Paramendim o kë? Nuk është paramendim i iluzioneve, po i realitetit. E lexon ato që Allahu ka përgatitur për një lit dhe paramendon. Dhe i thosh, paramendon nefs ti me kon qytetin. Apo ti me hëngur çto fryte, apo ti më kënaq këtë mënyrë, e ti me gëzu këtë mirë, e ti me bë këtë, paramendoj këtë. Është pa mundshme mos më ndryshoj gjendja e zemrës tonë atë. Pa mundshme. Ose në të kundërtën, sikur thot Ibrahim el-Adham rahimahullah, thot pastaj e paramendova veten time se në xhenem. Nauzu billah. Paramendoj atë duke klithë, duke bërtit njerëz, apo duke kërku